Çfarë është më e keqja, rritja e pagës nuk na ka ardhur si rezultat i rritjes së zhvillimit ekonomik. Shkak se zhvillimi ekonomik ka qenë rreth 3% sipas Bankës Botërore, po na ka ardhur si shkak i inflacionit, si shkak i çmimeve. Edhe impakti në sektorin privat, në rritjen e pagës mesatare të sektorit privat, kryesisht bëron nga kjo. Po du me morë shembull sektorin e ndërtimtarisë, i cili e përbën 1/3 e të konsumeve në gjithë sektorin privat, rreth 90.000 konsum janë sektorin e ndërtimtarisë. Sektori i ndërtimtarisë ka psu shkallën më të lartë të ngritjes së çmimeve si rrjedhor inflacionit. Qoftë prej produkteve kryesore që i ka pas hekur beton e bllok, e pastaj që edhe është ngrit çmimi i punës dorës, edhe kanë ardhur të çmimet e shitjes ku i kemi sot patundshmëritë, e kryesisht që blehen nga jashtë, nga diaspora. Me një fjalë, në qoftë se merremi me shumicën me 2/3 të tjera sektorit privat, ku është gastronomia, prodhimi, sigurimi, pastrimi, gjitha tjerat, niveli i pagave mbetet fatkeqësisht ende shumë lart, mos më thon nivelin e pagës minimale 425 euro. Fuqia për të blerë ka shënuar rënje, për shkak se 7.5% është norma e inflacionit për muajin e kaluar, për muajin prit. Ka sa i përket kësaj pjesës edhe cili është impakti i saj në tregun vendor i ngritjes mesatare për 95 euro, kjo është me thonë 10% e asaj çka ish dashur me u rrit paralelisht me ngritjen e pagës. Nëse paga është ngritur 11%, siç po e shohim në ndjen e statistikave, edhe zhvillimi ekonomik është dashur shku të paktën te gjysma e saj, që me pas origjinën prej zhvillimit ekonomik rritja e pagës, e jo prej ndikimit të inflacionit të cilin e importojmë për shkak se valutë tonë nuk kemi, e kemi valutën e Europës, edhe e importojmë për shkak se deficitin tregtar kemi shumë të madh, edhe tu importu shumë, tu shpenzu parën tonë shumë për import, e importojmë edhe vlerën e inflacionit të cilin e kemi pa përballueshëm.